intereson në këtë panel. Se na ndryshon tjetër gjë dhe prapë se prapë nuk justifikohet. Të kam tratuar po. Ik shpitalet dhe shpitime. Në këtë rast më intereson sepse ka shumë gra të cilat për një arsye për një tjetër edhe kur nuk janë në faj, i vendosin faj vetes dhe për këtë arsye pranojnë që qëndrojnë në një marrëdhënie. Bukur. Të lutem. Jo. Ska gjë, hapi një temë tjetër, nuk problem. Pak më me rëndësi që janë fëmijët të marrëdhënie. Po pra, po tema, Mateo, nuk komentohet rasti konkret. Tema është kaq, një rreth. Faji një gruaje e justifikon që të pranoj të dhënohet? Absolutisht jo, e thashun, edhe nëse para se të vinte Birkena dhe nëse është tradhti nga femra, nuk justifikohet se ai djali nuk zgjidh asgjë duke quajtur në shuplak. Dhe të lutem, nëse mund të flasim për një gjë që është shumë më me rëndësi, se dy të rritur e zgjidhin jetën e tyre me shumë lehtësi, qoftë ndar, qoftë bashkë punën e tyre, qoftë ka një gjë që është me shumë rëndësi janë fëmijët dhe dëgjova Birkenën që thonte, unë kam provuar të rritem me një prind dhe e di shumë mirë se çfarë traumë është. Unë kam provuar të rritem me një prind dhe kam provuar të rritem në dhunë dhe e di shumë mirë se sa më rëndësi është dhe çfarë diferencë ka të jetosh në dhunë dhe thjesht të rritesh me një prind. Të them të drejtën, unë jam shumë e lumtur që jam rritur me një prind që nuk më ka dënuar dhe më ka mësuar të respektoj veten dhe mos pranoj dhunën në asnjë formë. Kjo është mesazhi më i mirë që mund të japim. Diçka të shkurtër. Edhe pse gruaja e ka tradhuar. Një sekond, lutem se është shkurt. Edhe pse gruaja ka tradhuar, ka bër diçka që nuk e pranon bashorti. Dhe ai reagon me shuplak. Kur të shkojmë nga ana penale, gruaja divorcohet, kurse burri shkon në burg. E kuptoni ku është ndryshimi? Kaq.